Po përmendim fuqizimin e grave, empowering dhe gjithçka, sepse po afrohemi dhe fundit të bisedës, si e përkufizon qoftë ti apo edhe vetë fondacioni, si mund ta themi, çfarë është fuqizimi i grave? Për fuqizimin e gruas mund të them që është një bashkim diversiteti. Dhe me thonë, arti, sporti, kultura, sipërmarrësia, ndërmarrësia, këto janë gjithë elemente që ndërthuren dhe tregojnë se vajzat apo gratë nuk janë vetëm pjesëmarrëse, por ka një rol shumë të rëndësishëm dhe dominant në shoqërinë tonë. Dhe mendoj që përmes gërshëtimit të këtyre diversiteteve, ne do të arrijmë që të realizojmë ëndrrën tonë, ëndrrën e çdo vajze dhe gruaje. Unë do kisha dashur vetëm të bëj një apel te të gjitha vajzat dhe gratë që të guxojnë, të mos presin momentin e duhur, për ta krijojnë vetë atë. Çdo gjë e mirë dhe e bukur vjen me punë dhe përkushtim. Kështu që mendoj se të besojnë në vetveten dhe në potencialin e tyre.